atëherë ishim pra dëshmitar të edhe një seance me radhë, ose të një vazhdimi të seancës konstituive me radhë, i cili pra nuk arriti që të realizonte me sukses konstituimin e institucionit të kuvendit. Pra nuk u votua kryetari i kuvendit, në këtë rast propozimi i partisë fituese, zonja Albulena Haxhiu. Siç e kam thënë edhe herën e kaluar, ne si parti fituese kemi kryer obligimin ton kushtetues fillimisht duke propozuar kandidatin, pra këtë e kërkon kushtetuta, që subjekti fitues i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryetar, dhe pastaj kemi kryer obligimin ton kushtetues edhe duke votuar për. Pra e shihni që në vazhdimsi votat tona janë për. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë, kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokadë. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Pra me votën për, ne për të votës për që kemi, nuk mund të votojmë vota tjera, sepse kaq na ka dhënë qytetari. Për kundër kësaj vlen theksohet që në vazhdimsi, pra siç e keni pa, kanë qenë 57 vota të deputetëve. 57 deputet kanë votuar për, dhe ajo çfarë vlen theksohet është që janë të përfaqësuara të gjitha komunitetet pakicë në ato vota. Pra ajo çfarë po mungon në këtë rast është që votat e deputetëve subjekteve shqiptare, që përfaqësojnë subjekte shqiptare, të marrin pjesë në konstituim të kuvendit dhe të zhbllokojnë procesin. Ne sot e pa megjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe ku duhet dalim këtu dhe të vim të deklarojmë se pse dështoj dhe kush e ka fajin, shpresoj dhe uroj që këto vota pra që sot nuk ishin kundër, të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër, pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetari, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të kuvendit. Sepse vetëm konstituimi i kuvendit hap rrugën pastaj për procese tjera të cilat varen nga marrëveshjet politike dhe nga koalicioni i qeverisës. Demokrati apo në pozicion me një parti të madh duke përfshirë edhe PDK për të kaluar tek jashtë politike, para ata që janë ndërtuar me aleancën pasi ka dhënë shpresë votimi për kandidatë të tjerë. Siç edhe jeni dëshmitar, pra ftesa ka qenë publike për konsensus politik në mënyrë që të dakordohemi për të ecur përpara. Pra këtë ftesë ka bërë kryesuesi i seancës, ne jemi të gatshëm si subjekt, si partia fituese dhe partia më e madhe me grupin më të madh parlamentar, të marrim pjesë sa herë na ftojnë dhe jemi të gatshëm edhe të ofrojmë zgjidhje përpara. Megjithatë, i shihni që janë subjekte tjera që kategorikisht si subjekte pra kundërshtojnë ose edhe nuk marrin pjesë, megjithatë kemi pa deklarime të deputetëve individual pra që kanë shprehur gatishmërinë që të japin kontributin e tyre pozitiv për çu këtë proces përpara. Shpresoj që ky disponim, kjo lloj çësje pra të filloj dhe të mbizotëroj edhe në për subjektet në mënyrë që të ecin përpara. Sa i përket çështjes së votave dhe propozimit, besoj që kushtetuta është mjaft e qartë, pra edhe sa i përket propozimit të kandidatit, kushtetuta këtë drejt ja njeh ekskluzivisht partisë fituese. Pra fituesi e propozon kandidatin. Sa i përket votës së deputetit, gjithsesi që deputeti është i lirë të votojë pro, kundër ose abstenim, edhe kjo është e drejtë kushtetuese. Shkelja është nëse nuk votohet, pra shkelja e kushtetutës është nëse deputeti nuk e ushtron përgjegjësinë, mirë po nëse gjithë votojnë dhe pastaj kemi një rezultat ku dështon konstituimi i kuvendit, atëherë ai do të ishte mesazh që përfaqësuesit e popullit nuk janë të gatshëm të themelojnë institucionet dhe duhet të rikthehet për rilegjitimim procesi edhe një herë tek votuesi. Pra ky do të ishte skenari kur të gjithë votojnë dhe nuk kalon, kjo do të ishte një ngërç. Kjo do të ishte një ngërç i cili nuk ka rrugë përpara. Pra jemi në situatën e njëjtë sikur tek çështja e verifikimit të mandateve. Po të mos votohej raporti për verifikimin e mandateve, do të ishim në situatën ku ose do duhet dorëzuar mandatet, meqense deputetët s'po i pranojnë, ose do duhet votuar për. E pam që rezultati dhe vendimi për të votuar për raportin për verifikim të mandateve e zhbllokoi procesin dhe ecëm tutje. E njëjta gjë duhet ndodhë edhe tani. Pra si që kemi thënë edhe më herët, ne nuk jemi për skenarin apo për opsionin e fundit që do të ishin zgjedhjet në atë rast, mirë po një situatë e tillë ku kuvendi, deputetët e zgjedhur nga qytetarët refuzojnë
të ushtrojnë përgjithësinë, funksionin e vet, që të konstituojnë kuvendin, atëherë kjo do të nënkuptonte që shteti nuk mund të shkojë pafundësisht pa kuvend të konstituuar. Sa i përket çështjes parë, pra në të kaluarën, e kam thënë edhe një herë, ka qenë pyetje edhe në seancat apo vazhdimet e kaluara, që ne si subjekt në të kaluarën kemi pasur qëndrime të cilat pastaj janë ndryshuar për shkak se ka pasur interpretim kushtetues. Pra, kemi pasur një situatë ku ne kemi shprehur një opinion, ndoshta ashtu ka qenë më mirë të veprohej edhe atëherë, që të mos rezulton pra në këto ngërshjet e vazhdueshme, por për shkak se një parti tjetër ka qenë fituese, në vitin 2014 gjykata kushtetuese ka pasur arsyeshme ta japat interpretim që e ka dhënë. Tani ai interpretim qëndron, është po e njëjta kushtetut, s'ka ndryshuar. Dhe në këtë rast, ne çfarë po kërkojmë është të zbatohet standardi i njëjtë për të gjitha partitë fituese. Sa i përket çështjes edhe të partive tjera pra çfarë kanë bërë. Në të kaluarën, siç e dini, pikërisht për shkak se pozita e kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë edhe e pazarit dhe dakordimit apo diskutimit për formim të koalicionit qeverisës, shpesh herë është ruajtur apo është vendosur që të dyja të votohen në blok. Kësaj radhe, pra, ne si parti fituese kemi bërë propozimin e kandidatit duke dhënë sinjalin që kjo pozitë, me qenë se i takon fituesit, duhet të votohet kandidati që propozohet nga fituesi, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje dhe Zoni Albulena Haxhiu, ndërkaq për koalicionin qeverisës, pastaj kemi 15 ditë momentin që caktohet mandatari, emërohet mandatari. Sa i përket pyetjes së dytë, unë besoj që njësoj sikur qytetarët edhe ju si gazetar, pra nuk është e këndshme që dilet ditën e diel, ditë pushimi në kuvend, edhe për neve gjithashtu, si përfaqësues të zgjedhur dhe përfaqësues të qytetarëve, nuk është e këndshme që dilet çdo 48 orë dhe të tentohet për të konstituuar kuvendi. Megjithatë, bara e përgjegjësisë, prapë edhe një herë përsëris, u takon atyre që kanë ngulur këmbë se duhet votojnë kundër dhe nuk duhet lejojnë procesin të rrjedhë përpara. Kompromisi i Lëvizjes Vetëvendosje mund të jetë në kandidatët për kryetar të opozitës që propozohen nga ta. Pra ne jemi të gatshëm të pranojmë kandidatët e tyre. Emrat që ata i propozojnë, pavarësisht nëse mund të kemi mendime individuale për secilin prej tyre që ndoshta mund të ishin të papranueshëm me të njëjtin standard, e ndoshta edhe më keq. Por kompromisi jon pra do të jetë që kandidatët për kryetar të propozuar nga dy parti tjera, sepse siç e dini kushtetuta parashet që janë 3 partitë më të mëdha që kanë kryetar dhe janë 2 përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, pra kompromisi ynë do të ishte në këtë aspekt. Të njëjtën po kërkojmë, nuk po kërkojmë diçka që ne s'po ofrojmë. Pra të njëjtën po kërkojmë edhe nga partitë opozitare, që të votohet kandidati që ne kemi propozuar, që na takon si e drejtë kushtetuese. Do të thonë kompromisi edhe një herë po përsëris, kompromis ne po ofrojmë. Kompromisi ynë është kandidatin për kryetar që propozon LDK-ja, edhe PDK-ja ne ta votojmë, pavarësisht që mund të kemi bindje të ndryshme për ta dhe ndoshta mund të mendojmë që s'janë të drejtë. Sa i përket procesit të konstituimit të kuvendit, më lejoni ta ritheksoj edhe një herë që konstituimi i kuvendit është obligim i gjithë deputetëve. Është detyrë kushtetuese e gjithë deputetëve, pra nuk ka të bëjë me koalicion qeverisës. Prandaj edhe janë si 2 procese të ndara edhe në kushtetut. Pra është konstituimi i kuvendit, caktimi i mandatarit nga presidentja dhe pastaj janë 15 ditë për të gjetur 61 votat për koalicionin qeverisës. Domethënë janë 2 procese të ndara. Kurse sa i përket pyetjes së dytë ishte për sa i përket kuvendit, a duhet të vazhdoj tutje si qeveri apo a kemi ne interesim për të vazhduar tutje? Ne kemi interesim dhe po e themi që të konstituohet kuvendi. Pra në vazhdimsi kemi kërkuar këtë. Ne po votojmë për. Blokada jonë ose blokim nga ana jonë do të ishte po qëse ne nuk kishim prezantuar kandidat fare. Do të thonë kishim marrë në seancë dhe kishim thonë na falni, ende s'kemi vendosur për kandidatin, shihemi seancën e radhës. Ky do të ishte blokad nga ana jonë. Ne kemi propozuar kandidat dhe ne po votojmë për. Si mund të bllokoj dikush që voton për edhe që e propozon kandidatin? Ne jemi shumë parimor. Ne nuk e kemi votuar në 2014, sepse siç e dini ka qenë një koalicion vlan që në atë kohë kishte dështuar pikërisht për shkak të interpretimit gjykatës kushtetuese. Kurse më vonë
pozita e kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë e negociatave të koalicioneve fituese të zgjedhjeve që e kanë fut si pjesë të diskutimit mes të koalicionit qeverisës, pra është votu të njëjtën ditë edhe kryetari i kuvendit edhe koalicioni qeverisës apo qeveria. Nuk mund të flas për deputet individual apo emra të përveçshëm, unë po flas në përgjithësi. Pra ne pam që herën e kaluar ishin 46 vota kundër, sot ishin 41 vota kundër. Pra 5 deputet nuk kanë votuar kundër. Kemi pa dhe deklarata të deputetëve individual gjatë herës së kaluar. Kemi par edhe deklaratat të deputetëve gjatë herës së kaluar që kanë shprehur gatishmëri që të ecin përpara dhe të zhbllokohet procesi. Megjithatë u takon subjekteve opozitare. Siç edhe thash, pra skenari apo opsioni për shku në zgjedhje mbetet skenari i fundit për neve si subjekt fitues. Nuk është që nuk jemi të gatshëm, ne do të ishim gatshëm të shkojmë zgjedhje, megjithatë ne mendojmë që qytetari ka thonë fjalën e vet dhe gjitha subjektet duhet pajtohen me atë rezultat tash. Sado që mund të mos i pëlqej dikujt. Rezultati është ky. Lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet me shumicë më shumë se sa i dyti e i treti bashk, dhe kësaj radhe pra duhet të formohen institucionet që të ecin tutje. Por nëse kjo pamundsohet, konstituimi i kuvendit, atëherë rezultati me automatizëm nënkupton që duhet ketë një proces të rilegjitimimit tek qytetarët. E që dëshiroj personalisht që të mos vija aty. Patjetër që këto diskutime politike ne fillimisht duhet të shohim të gjejmë konsensusin në mes të subjekteve politike. Kurse ftesa ka pas nga kryesuesi i seancës, jemi subjekte parlamentare dhe duhet që të gjendet një rrugë e përbashkët përpara në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Sepse konstituimi i kuvendit është çështja e vetë kuvendit. Pra janë gjitha partitë parlamentare që kanë fituar ulse në kuvend e kanë përgjegjësi që të votojnë për konstituimin e kuvendit dhe kjo çështje pra duhet të rregullohet dhe të zgjidhet brenda kuvendit. Kur vim te qeveria pastaj, te koalicioni që formon qeverinë, aty mund të ketë diskutime jashtë kuvendit, të cilat mund edhe të bëhen konsultimet. Patjetër që ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë gjitha mundësit për gjetur një zgjidhje, gjithsesi u takon gjitha subjekteve politike në këtë rast, edhe mundësive për të ecur për gjetur një rrugë përpara. Çfarë po tentohet për këto 48 orë, mund të them që po tentojmë vazhdimisht të njëjtën. Tu bëjmë thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit që të ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues për të zgjidhur ngërçin e krijuar. Pra, vetëm atëherë kur formohen institucionet, kur konstituohet kuvendi, mund të lëvizim përpara në formimin, në votimin e qeverisë së re të prodhuar nga kjo legjislaturë. Aktualisht, pra se që dini, kemi një qeverinë e detyrë, çka mungon është kuvendi, pra nuk ka kuvend të konstituuar. Dhe shteti nuk do duhej që të vazhdonte me një situatë të tillë edhe shumë gjatë, sepse mendoj që subjektet ose duhet të reflektojnë ose duhet pastaj që të konstatohet, vim deri të një konstatim politik, sepse jemi çdo herë jashtë shkronjave të kushtetutës këtë rast, nuk është e përcaktuar në kushtetutë se çfarë ndodh nëse kuvendi në vazhdimsi dështon të konstituohet, atëherë duhet shohim për rrugën përpara me një zgjidhje politike që ndoshta mund të jetë edhe skenari i fundit që janë zgjedhjet. Por ne nuk jemi të interesuar shkojmë aty. Sa i përket çështjeve të brendshme të subjektit parlamentar, besoj që diskutime ka çdo herë, por nuk ka këto, domethënë largime, përçarje, nuk ka asnjëherë diskutime të brendshme ne I zhvillojmë dhe vim në një dakordim konsenzus brenda grupit parlamentar. Unë nuk mund të flas për procedura dhe për hapa, sepse siç e thash, momentin që dalim nga ajo që është e përcaktuar në kushtetutë, pastaj gjithçka tjetër është praktike e re që po krijohet. Pra procedura se si shkohet tutje është e panjohur, se s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Por besoj që do të mund të gjendë një zgjidhje, por çfarë ne jemi të interesuar është që të mos shkojmë aty. Ne jemi të interesuar ta përcjellim kushtetutën nen pas neni në mënyrë që të konstituohet kuvendi, të formohet qeveria dhe të vazhdojmë tutje. Faleminderit shumë. Mirupafshim.